Me kë do ta ndërtosh Shqipërinë? Me Teneqëxhinjt apo me këpucarët? Këto fjalë, të thëna në zyrën e diktatorit Enver Hoxha, në godinën këtu pas meje, sollën pushkatimin e shkencëtares së parë shqiptare, Sabiha Kasimati, në shkurt të vitit 1951. Ajo së bashku me 21 intelektual të pafajshëm nacionalist u pushkatuan pa gjysh. Bolshevikët i quan të vendi në mëngjes, i detyruan të hapin një kanal gjatë ditës, i pushkatuan në mbrëmje dhe i varrosën pikërisht te ai kanal. Banorët kanë dëgjuar britmat e Sabihas teksa jetë të shpirt. Lind pyetja, si shpjegohet që nga raca e shqiptarit kanë dalë burra kaq të poshtër e të pashpirt? Dhe më e keqja, sa shumë trushpëlar ka akoma sot në radhët tona që e adhurojnë diktatorin. Dhe si peshqesh, këtë vit, qeveria po bën plane serioze për ta rehabilituar Enver Hoxhën.